Shpejtësia e valës. Do të shqyrtojmë rastin e përhapjes së valës në mjedis elastik dhe nëpërmjet të kësaj figure me lakoren me ngjyrë të kuqe kemi paraqit lëvizjen e një grimce të cilën po e takojmë në këtë pikën të shënuar në këtë vend. Dhe karakteristikat e valëve i përmendëm në njësinë e kaluar mësimore, që thamë se ato janë perioda, frekuenca, gjatësia valore, amplituda e kështu me radhë. Gjatësinë valore, të cilën e shënojmë me lambda, e kemi paraqit nga kjo pikë më e lartë deri në pikën tjetër po ashtu të lartë, ndërkaq amplituda është shënuar me shkronjën A dhe është pika më e largët nga pika ekuilibruese e trupit. Ndërkaq perioda është një lëkundje e plotë të cilën e bën pika materiale gjatë lëvizjes, derisa frekuenca është numri i lëkundjeve të plota brenda njësisë së kohës. Meqense grimca në këtë mjedis elastik ka bërë lëvizje dhe lëvizjet të cilat i kemi mësuar në kinematik, kemi thënë se pika materiale gjatë lëvizjes përshkruan një V dhe ajo është një rrugë të cilën e kemi shënuar me shkronjën S. Rrugën të cilën e kalon trupi apo pika materiale kemi paraqit me shpejtësi V, ndërkaq rrugën trupi e ka kalu brenda një kohe T. Këto mallësi fizike, rruga, shpejtësia dhe koha vlen te kinematika e lëvizjes së trupave. Po cila do të jetë lidhmëria e këtyre mallësive fizike te valët? Rruga që shënohet më së te kinematika te valët është gjatësi valore të cilën tham e shënojmë me lambda. Shpejtësia e lëvizjes së trupit në kinematik është shpejtësi e grimcës të valët që po ashtu shënohet me shkronjën V. Ndërkaq koha të valët është periodë. Dhe njësitë e tyre janë të njëjta. Njësia ndërkombëtare e rrugës dhe e gjatësisë valore është metri. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond, ndërkaq njësia ndërkombëtare e kohës dhe e periodës është sekundi. Pra këto janë njësitë ndërkombëtare të mallësive fizike si në kinematik, ashtu edhe në lëvizjen e trupave të valët. Gjithashtu do të rikujtojmë se lidhmëria e rrugës me shpejtësinë dhe kohën është së barabartë me V herë T. Njësia ndërkombëtare për këtë formulë do të del metri, sepse është formula e rrugës. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metër për sekond, ndërkaq njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda. Sekondën me sekondën e thjeshtojmë dhe njësia është metër. Po ashtu kemi thënë se shpejtësia është e barabartë me hersin e mes të rrugës dhe kohës. Do të vërtetojmë këtë formulë: njësia ndërkombëtare e rrugës metri, njësia ndërkombëtare e kohës sekundi, e metër për sekond është njësia ndërkombëtare e shpejtësisë. Këtë lidhmëri të këtyre mallësive fizike do ta bartim te lëvizja e valëve. Atëherë, në vend të rrugës kemi gjatësi valore. Prandaj do të shkruajmë lambda e barabartë me shpejtësia, thamë është e njëjtë, ndërkaq koha është te lëvizjet periodë. Dhe këtë formulë kur ta vërtetojmë po ashtu, njësia do të na del metër. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë së valës është metër për sekond, njësia ndërkombëtare e periodës është sekond, sekond me sekond thjeshtohet dhe njësia është metër. Po edhe shpejtësia e valës V e barabartë me, në vend të rrugës tham kemi gjatësi valore lambda dhe
kjo do të pjesëtohet me periodën që kur të vërtetohet, po ashtu njësia do del metër për sekond. Njësia ndërkombëtare e gjatësisë valore metër, njësia ndërkombëtare e periodës sekond dhe njësia dulse është metër për sekond. Te shpejtësia e valës mund të zgjidhim detyra dhe nëse u referohemi formulave të cilat sapo i sqaruam, mund të llogaritëm shpejtësinë me të cilën supozojmë se vala ka lëviz. Prandaj do të marrim një detyrë të cilën do ta zgjidhim. Le të supozojmë se gjatësia valore është 10 cm, ndërkaq perioda le të supozojmë se është 2 sekonda. Më intereson të dim se me çfarë shpejtësie lëviz grimca në val, me qoftë se gjatësia valore është 10 cm, ndërkaq perioda është 2 sekonda. Shohim se gjatësia valore është dhënë në centimetra dhe këtë do ta kthejmë në metra, prandaj shkruajmë 10 herë cent, do të thonë 0.01 metër më. Këtu mund të thjeshtojmë një 0 me një 0, një herë një është një herë 0 është 0, rrisja dhjetore edhe metër, që do të thotë se gjatësia valore prej 10 centimetrave kur të kthehet në metra është 0.1. Perioda është dhënë në sekonda, është në njësi ndërkombëtare, ndërkaq për formulën e shpejtësisë gjetëm se është herësi në mes të gjatësisë valore dhe periodës. Bëjmë zëvendësimin, gjatësia valore qenë ka 0.1 metër, ndërkaq perioda është 2 sekonda. Këtë mund ta kthejmë 0.1 në thyes dhjetore që është 1/10 e metrit, ndërkaq 2 mund ta kthejmë si 2 thy për 1 sekond. Në këtë rast do të shumëzojmë tjashmet me tjashme, një herë ne, 2 herë 10 është 20 dhe kemi metër për sekond. 1/20 e metrit për sekond që kur të pjesëtohet është 0.05 metra për sekond. Shpejtësia e valës. Le të supozojmë se një burim i valës është i vendosur në këtë pikën fillestare këtu, dhe në qoftë se ai burim i valës gjatë lëvizjes do të përshkruaj një lakore siç e kemi paraqitur në këtë figurë, do të vërejmë se vala përhapet në një mjedes elastik. Dhe këtu kemi të paraqitura të gjitha karakteristikat e një vale, si frekuencën që kemi thënë se është numri i lëkundjeve të plota brenda njësisë së kohës, ku frekuencën e shkruajmë me shkronjën F apo edhe me shkronjën greke mi. Dhe mallësi tjetër apo karakteristikë tjetër e valve është edhe perioda që shënohet me shkronjën e madhe të shtypit T, kështu siç e kemi paraqitur në figurë. Gjithashtu, karakteristikë tjetër e valve është edhe amplituda, e cila paraqet largësinë më të madhe të grimcës nga pika ekuilibruese. Frekuenca, njësi të vetë ndërkombëtare ka hercin, të cilën e shkruajmë me simbolin Hz, ndërkaq perioda për njësi ndërkombëtare ka sekondën. Dhe lidhmëria e frekuencës me periodën kemi thënë se është vlerë reciproke e periodës. Pra, frekuenca është vlera reciproke e periodës. Këtë formulë kur e vërtetojnë, del njësia e periodës është sekonda, ndërkaq vlera reciproke e sekondës është herci, që do të thotë se një thy për sekond është herc.
Po gjithashtu kemi thënë se edhe perioda mund të gjendet nga kjo formulë që është vlerë reciproke e frekuencës. Dhe nëse thamë se njësia ndërkombëtare e periodës është sekonda, atëherë edhe në këtë formulë duhet të del njësia sekond. Dhe kur të vërtetojmë këtë formulë, kemi një, se numri 1 nuk ka njësi, frekuenca ka njësin hertz. Dhe hertzi thamë se është vlera reciproke e sekondës, prandaj shkruajmë 1 thy për sekond. Në qoftë se këtë thysë nalt e numri 1 e ka emërusin 1 dhe kur të shumëzojmë t'jashtme me t'jashtme, 1 herë sekond është sekond, thy për 1 herë 1 është 1, sekond thy për 1 është sekond. Po burimi i valës shkakton një lëvizje, prandaj lëvizjet mekanike i kemi paraqit si rrugë që paraqet prodhimin e shpejtësisë dhe kohës. Kjo vlente për lëvizjet e trupave të ngurt kur kalon një rrugë trupi me shpejtësi të caktuar brenda një kohe. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond, ndërkaq njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda. Sekonda me sekondën thjeshtohet dhe mbetet metër, që njësia ndërkombëtare e rrugës është metri. Në qoftë se të këto lëvizje bëjmë zëvendësimet, në vend të rrugës do të shkruajmë gjatësinë valore, ndërkaq në vend të kohës shkruajmë periodën. Këto dy zëvendësime do t'i sjellim te formula e rrugës dhe do të fitojmë. Pra në vend të rrugës do shkruajmë gjatësia valore, lambda, e cila është e barabartë me shpejtësinë herë në vend të kohës shkruajmë periodën. Kjo është formula e gjatësisë valore që paraqet prodhimin në mes të shpejtësisë dhe kohës. Njësia ndërkombëtare dhe këtu për gjatësi valore duhet të del metër. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë së valës është metër për sekond, ndërkaq njësia ndërkombëtare e periodës është sekonda. Sekonda me sekondën thjeshtohet dhe mbetet metër, që njësia ndërkombëtare për gjatësi valore është metri. Po në qoftë se nga kjo formulë dëshirojmë të gjejmë formulën e shpejtësisë, atëherë për të gjetur formulën e shpejtësisë shohim se na pengon perioda. Dhe të dy anët e barazimit do t'i pjestojmë me periodën, për shkak se këtu perioda shumëzon, ne do të veprojmë të kundërtën e saj, pra pjestojmë. Atëherë dim se pjestimi në matematik e zëvendëson thyesa, kështu që gjatësia valore thy për periodën do të jetë e barabartë me prodhimin e shpejtësisë dhe periodës thy për periodën. Perioda me periodën thjeshtohet dhe themi rrjedh, shpejtësia është e barabartë me gjatësinë valore thy për periodën. Kjo është formula me të cilën llogaritëm shpejtësinë e valës në qoftë se dim gjatësinë valore dhe periodën e asaj vale. Në qoftë se vërtetojmë këtë formulë, njësia do të jetë e shpejtësisë që është metër për sekond. Do ta vërtetojmë këtë formulë, shpejtësia barabartë me gjatësia valore thy për periodën. E vërtetojmë, njësia e gjatësisë valore lambda është metri, ndërkaq njësia e periodës është sekonda. Metër për sekond është njësia ndërkombëtare e shpejtësisë. Do të vazhdojmë me pjesën e dytë të shpejtësisë së valës, ku në pjesën e parë sqaruam për frekuencën dhe periodën që ato janë në vlerë reciproke njëra ndaj tjetrës. Vërtetuam formulën e frekuencës, gjithashtu vërtetuam edhe formulën e periodës që thamë është njësia sekond. Po ashtu u rikthyem te lëvizjet e njëtrajshme të trupave që thamë se rruga paraqet prodhimin e shpejtësisë dhe kohës dhe njësia e rrugës është metri. Derisa te këto valë kemi lëvizjen e valës që rrugën e paraqesim si gjatësi valore lambda, ndërkaq kohën si periodë. Dhe me zëvendësimet e rrugës dhe kohës te formula e rrugës barabartë me shpejtësinë herë kohës, fituam formulën e gjatësisë valore që paraqet prodhimin e shpejtësisë dhe kohës. Edhe këtë formulë kur e vërtetuam, duhet se njësia ndërkombëtare për gjatësi është metri, edhe se kjo është gjatësi e valës, njësia ndërkombëtare e saj është metri. Por nga formula e gjatësisë valore, u paraqit nevoja të gjejmë formulën e shpejtësisë dhe për të gjetur formulën e shpejtësisë, thamë se na pengon perioda. Perioda këtu shumëzon, ne të dy anët e barazimit
I pjestuam me periodë. Pjestimin në matematik e zëvendëson thysa, prandaj gjatësia valore tham pjestu për apo thyë për periodën është e barabartë me prodhimin e shpejtësisë dhe periodën. Siç ishte këtu, thyë për periodën të. Perioda me periodën në thjeshtu dhe arritëm te formula e shpejtësisë që paraqet hersin në mes të gjatësisë valore dhe periodës. Edhe këtë formulë e vërtetuam njësia e shpejtësisë së valës metër për sekond, sepse njësia ndërkombëtare për gjatësi valore është metër, ndërkaq njësia ndërkombëtare për periudhë është sekond. Por nëse dëshirojmë të dimë formulën e shpejtësisë, kur dimë gjatësinë valore dhe frekuencën, atëherë tu ditë se frekuenca paraqet vlerën reciproke të periodës, një thyë për të, formulën e shpejtësisë që është lambda thyë për të, mund ta shkruajmë matematikisht edhe lambda herë një thyë për të. Pra gjithçka është e njëjtë matematikisht, sikur lambda thyë për periodën, sikur lambda herë një thyë për të. Por shkruam një thyë për të, sepse një thyë për të tham se është frekuencë. Pra vlera reciproke të periodës është frekuenca dhe tani mund të shkruajmë shpejtësia barabartë me gjatësia valore herë frekuenca t. Dhe themi se shpejtësia e valës paraqet e prodhimin e gjatësisë valore dhe frekuencës. Njësia e shpejtësisë së valës është metri për sekond, që do të thotë se kur shumëzohet njësia e gjatësisë valore me njësinë e frekuencës, duhet të jep njësinë metër për sekond. Prandaj do të vërtetojmë këtë formulë që thamë është lambda herë frekuenca, dhe do të kemi njësia ndërkombëtare e gjatësisë valore është metri, herë njësia ndërkombëtare e frekuencës është herci, dhe metër herë herc ato të na jep metër thyë për sekond. Tham se herci është vlera reciproke e sekondës. Ja këtu ku kemi, herci është vlera reciproke e sekondës, do më thonë një thyë për sekond është herc, atëherë në vend të hercit do të shkruajmë një thyë për sekond. Do më thonë kemi metër herë, herci është vlera reciproke e sekondës, një thyë për sekond, dhe këtu kemi shumëzimin e numrit natyral me thyës. Bëhet në atë mënyrë që shumëzojmë numrin natyral me numërus, pra metër herë një që është metër, ndërkaq emërusin e përshkruajmë. Ose metoda tjetër, këtu metrit mund t'ja qesim një emërus një, sepse matematikisht thuhet se çdo numër që pjesëtohet me numrin një është vetë ai numër. Dhe tani fitojmë dy thyesa ku kemi shumëzimin e thyesave. Dhe të shumëzimi i thyesave në matematikën e thënë se shumëzohet numërusi me numërus dhe shkruhet numërusi, dhe emërusi me emërus që shkruhet në emërus. Do të thonë, metër për sekond është njësia ndërkombëtare e shpejtësisë, të cilën e vërtetuam edhe me këtë formulë. Kështu, ne mund të kërkojmë edhe formulën e frekuencës, në qoftë se e dim shpejtësinë dhe gjatësinë valore. Prandaj, për të gjetur formulën e frekuencës, do të nisemi nga formula e shpejtësisë, që thamë është prodhim i gjatësisë valore dhe frekuencës. Në këtë moment kemi të gjejmë pra formulën e frekuencës, ku na pengon gjatësia valore. Dhe të dy anët e barazimit do t'i pjestojmë me gjatësi valore, sepse gjatësia valore këtu shumëzon e ne veprojmë me të kundërtën e saj pjestojmë. Thamë se pjestimi zëvendëson thyesën, kështu që mund të shkruajmë shpejtësia në vend se ta shkruajmë pjestu për lambda, mund të shkruajmë thyë për lambda. Barazi, edhe në këtë anë do të pjestojmë me lambda, mirë po në numërus kemi lambda herë frekuenca, pra prodhimi i frekuencës dhe gjatësisë valore, por me lehtësi mund të shohim se lambda me lambda pjeshtohet, për arsye se çdo numër që pjeshtohet me vetveten është një. Nga këtu rrjedh se frekuenca është e barabartë me hersin në mes të shpejtësisë së valës dhe gjatësisë valore. Kjo është formula e frekuencës kur dim shpejtësinë dhe gjatësinë valore. Njësia ndërkombëtare e frekuencës është herci, prandaj edhe në këtë formulë duhet të kemi njësinë herc. Frekuenca barabartë me shpejtësia valës thyë për gjatësia valore, të shohim, njësia shpejtësisë është metër thyë për sekond, ndërkaq njësia ndërkombëtare e gjatësisë valore është metri. Këtu kemi një emërus, një, shumëzojmë t'jashnët me t'jashnë sepse kemi një thyes të dëthesht, metër herë një bajnë metër, ndërkaq shumëzojmë po ashtu edhe sekond herë metër apo metër herë sekond, që është metër herë sekond, barazi, metër herë një mund ta shkruajmë këtu metër herë një,
sepse metër me metër thjeshtohet dhe ka mbet 1 thy për sekond. Dhe kaq 1 thy për sekond është hertz, ashtu siç tham në fillim kur e vërtetuam formulën e frekuencës. Dhe me këtë formulë sqaruam se frekuenca mund të shkruhet edhe si hertz i shpejtësisë dhe gjatësisë valore. Për këto formula mund të zgjidhim detyra të shumta, kështu që në vijim do të kemi të dhëna të cilat do të na sjellin deri te zgjidhja e detyrës ku kërkohet të gjendet perioda, të gjendet amplituda, të gjendet gjatësia valore lambda apo shpejtësia e valës, sikurse që do të kërkojmë edhe frekuencën e cila paraqet vlerën reciproke të periodës, apo siç tham në fund paraqet edhe hersin në mes të shpejtësisë dhe gjatësisë së valës.